Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një recetë të një ushqimi shumë të shijshëm që përgatitet me krah të pulës, të lyera me këta përbërës: mjalt, soja dhe fara të zeza të susamit. Fillimisht e bëjmë pastrimin e krahve. Edhe i lajmë. Ta shëndesim furën maksimum. Edhe përgatisim krahët e pulës. Ja qesim 100 gram mjalt. Ja shpërndajmë çdo kund. Edhe i qesim 50 ml sojës. Këtu janë 150, kështu që 1/3. Pak. Ja, pra, 1/3. Edhe ja qesim fara të zeza të susamit. Sipas shijes. Tash e qesim furrë. Tash mas 25 minutave pi nxjerrim një rrotullu. Harova ma herët me cek që këtu kam 1,5 kg krah të pulës. Dhe ja shtoj një 2 gote ujë. Edhe kthejmë furrë. Mas 10 minutave i kontrollojmë prap. Edhe i kthejmë. Do thotë ky proces e përsëritet derisa të shteret këtu uji që ja kena qit. I kthejmë prapë në furrë edhe i kontrollojmë mas 8 minutave prapë. Pas 8 minutave e nxjerrim edhe i sjellim prapë. Ato kri që janë pak ma të kuquna i leni ma poshtë, ato që janë pak ma pak i ekspozoni ma nalt. I lejmë edhe 10 minuta të fundit edhe mshelim furrën. Mas 10 minuta të fundit e fikem furrën. E nxjerrim krahët e pulës.
Janë gati. Mundëna mi qipë në pjatë ku i servojmë. Kështu duken krahët e pulës, të pjekura dhe të lyera me mjalt, soja dhe fara të zeza të susamit. Duken sikur janë të djegura, por nuk janë. Këtë ngjyrë marrin nga soja dhe mjalta. Faleminderit shumë për vëmendje dhe shihemi deri në videon tjetër.